Aman se vdes ku ka kështu histori me shërbime sekrete kulla. Se këto ti mi qanë mua. Që është kjo historisë nëse kuptova fare? Miti, kundra zbulimi i mitit... Miti qa është? Miti është shërbimi sekret turk. Mit? Po. Po? Kundra zbulimi i mitit, në Istanbul ka arrestuar disa operativ të shërbimit sekret të Emiratëve Bashkuara Arabe dhe kanë bërë dhe një deklarat. Pse i japin ata deklaratat? I japin në momentin që shkon në nivelin më të lartë për plasja politike. Duhet në thënë që asnjë nuk janë honeps me njëri tjetrin Turqia me këto vendet arabe këtej. Jo, Emiratet dhe me Arabët e kanë të merë përveç Katarit, Arabët e kanë të merë ta konsiderojnë Erdoganin kalif. Kalif do të pari fesë. Po, e di. Sepse vjen që nga kohë e perandorisë. Është e vjetër. Plagë e vjetër. Po Emiratet kanë dhe shumë para. Normal. Dhe Emiratet janë aleat me Egjiptin që gjithashtu e urren Turqin. Egjipti me Turqin përplasen në Libi. Dhe ndërkohë nuk e se kanë të njëjtën linjë edhe në Siri, kanë dy linjat ndryshme. Sigurisht. Por atje ku përplaset drejt për drejt Emiratet me qeverinë turke dhe me Erdoganin është Sudani. A, bëhet për Sudani kjo pjesë? Po, kjo bëhet për Sudani. Sudani që po bëhet një luftë të mërshtë në atje, po vritën njerëz pa fund. Sepse ajo ushtria paralele... Sudani që ka naftë, apo jo, naftë me shumicë. Sudani ka naftë, ka gaz, po ka minjerë Floriri, po mbi gjitha Sudani është gjysma e detit kuq që vjen nga kanali Suezit dhe del në Oqeanin Indian. Që do thotë, që shpjegosh njerëz. Që do thotë kontrolli i 10% transportit botës. Edhe njerë. Pra në qoftë se poshtë janë Huthët në Yemen, këtu gjithë pjesa tjetër është Sudani. Poshtë Egjiptit është Sudani. Dhe po bëhet luftë kush kontrollon Sudanin. Pra kush kontrollon gjithë lëndët e para, po kush kontrollon dhe portet e shpjeguar. E trajtuan në një disë Sudan. Po, e trajtuan, po. Tani, Emiratet e Bashkuara janë bërë aleat me Rusët dhe pëmbështesin SRF-ën, që është kjo ushtria paralele para ushtarake të tjerë. Turqit pëmbështesin, se në anën tjetër është Arabia Saudite, Turqit pëmbështesin presidentin dhe qeverinë zyrtare, dhe atje bëhet luft me para dhe armatime të paguara nga Turqia dhe nga Emiratet. Si kundër ka këshu, ka dhe spionash. Dhe këta tani i kanë dhe një goditje për të thënë që luftën për kalojmë në një nivel tjetër. Se deri tani jemi marrë vesh, se zakonisht që ta kuptoj njerëzit, agentët qanë nuk arrestohen. Shumë e rrallë, kur ta arrestohen agentët do t'japësh një mesazh. Agentët o rekrutohen, o vriten. Në këtë rast, tu tani në Turqi? Ata kanë bërë një arrestim që të regojnë një akt force. Po sa ishin, se nuk ishte dhe një njerim duket, vetë nuk ishte një agent. 3, po mund t'jenë 300. Po ti e beson që ka qenë vërtet agent e Emirateve? Operativ, po. Operativ të shërbimit e Emirateve, të shërbimit zbulimit e Emirateve. Dhe tani ti e thua, gjithë shka bëhet për Sudanin. Stamboli është një qytet ka që madh, sa ka shumë njerëz shërbime dhe gjithë botës. Normal. Po t'i gjuar Jani, pra lufta bëhet, gjithë konflikti është për Sudanin, kush kap më shumë Sudan apo jo? Ka e Turqia atje ambicje? Turqia mbështet presidentin zyrtar, qeverinë zyrtare. Ndërsa Emiratet? E mbështet me armë, me para. Ndërsa Emiratet të që ka marrë detin, duket. Dhe Emiratet SRF-ën, të që kanë marrë Port Sudanin në kontrol, edhe është krijuar si kundër në Libi, është krijuar një koalicion që mbështet njërën palë, edhe në Sudan është krijuar një agent. Po tani, një sekond. Pse pikërisht tani? Se ti më thua, agent shërbimit sekret ka gjithmonë, ka pas gjithmonë gjitha korat, apo jo? Pse u ka pikërisht tani? Qa ka ndodhur në Sudan? Sasia e parave, përveç masakrave dhe luftës përditshme, sasia e parave të harxhuara nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka bërë që SRF-ja, pra kjo ushtria paralele në Sudan, të ecë dhe të përparojë dhe të marrë më shumë territor, të rrezikon të marrë gjithë kryeqytetin, dhe Port Sudanin e kontrollon dhe rrezikon që gjithë pjesa e detit kuq tjetë në kontrollin e këtyre dhe turqit rrezikojnë që tu mbasin luftën. Pra i ta kupton njerëzit, Emiratet e Bashkuara, ku vjen dhe Dubai apo jo? Po, Dubai është një nga Emiratet. Mirë e di, po janë 7 ato. Emiratet e Bashkuara i japin lek dhe furnizojnë me armë dhe me lek SRF-ën, që ka detin dhe tani po mundohet, po progreson, pra po esë, ndërsa Turqia po jep lek dhe armatim për pjesën tjetër. Po, edhe Arabia Saudite është me Turqinë. Është dhe Arabia në këtë rast. Po kërkojnë kush kontrollon detin e kuq. Bukur. Nxjerr hartën e detit kuq që ta shpjegoj. E kemi hartën? E gjen Ledjo 2 minuta. Jo, është vështirë tani. 2 minuta gjen Ledjo. Është vështirë. Jo, tani është vështirë. Se s'kemi atë thënë, thotë.
Digjo, o kulla, pra tani situata është kjo, ti thua situata ati është ndërlikuar shumë, pra tensioni është rritur, dhe për këtë janë arrestuar, pra jo se turqit nuk e dinin, që kishte... Po, sa herë kam punu bashkë, kam bërë operacionet për bashkë ata, që? E rove ti që turqit arrestun agentët saudit që vranë Kashogin në konsulat Istanbul, e bënë copë. Që e futën valigje. E tani, kur shkoj princin të Trumpi para një jave, i thënë, ti e lider demokratik i aleati Amerikë. E di, pash. Se edhe në këto gjëra qanë, nuk ka të miret kësi, ka humbës dhe fitus. Apo jo? Sigurisht. Kjo është formula magjike. Qa perle është ka histori, më qa perle është. Po nuk duhet, beso dhe lirojnë ato, apo nuk i djetë? Shkëmben, agendët shkëmben. Shkëmben, prandet të është, në këto raste kër arrestojnë, do se do bëhet në i shkëmbim në i gjë shkëmben, kryesisht shkëmben. Sa si qyshtek do të shojmë, për kryesisht. Po Trumpi më kula, mbaruam të një emisionin, thjesht për qef. Po Trumpi më kula, kishte fal një gjeldeti, sot. Po, shumë mjeka. E pe? Ku t'ja fali? Të varfërve. Po jo më ishte një zyra, ishte duke t'ishe shpinë e bardhë. Po. Edhe duke një gjeldeti, po shumë i madhë, qa është ati, mos është një festa në ti, mos është kjo? është kjo Thanksgiving. Tani është Thanksgiving, dakord. E kishin sot e kanë dje, kur e kanë si data ta? Se ti, se nuk e kam... Edhe e kanë gjelën e ditë ata, e kanë sine që i hanë për vitëri, ata e hanë një muaj para vitëri. Një hanë një muaj, po. Qarë perle gjeli deti, sa i bukur ishte, o plak. Qa masakre, imaginoj edhe këtu kërë shu bëhet, shu del gjaku rrugve, tamam këshu... Kur i ferin? Tamam këshu, ja ku është harta, shife. Tani më tërgojnë që. Aty është Egjipti, poshtë Egjiptit është Sudani, deri poshtë vjen Eritrea, aty në fund fare kanë Amerikanët një bazë në Gjibuti, dhe kjo është pjesa këtej në Afrikë për cilën përbëhet lufta për të kontrollu Sudanin. Kartumi është kryeqyteti që e kontrollon presidenti që është aleati i këti i Turqis, kurse Port Sudani që është në det bashkë me ato tjerët kontrollohet nga SRF-e që është ushtëria që mbështetet nga... Bravo, Ledio, je i mafë. Që mbështetet nga... Jo, Ledio, mos u afroj shumë. Po kjo ngushtisa këtu në fund fare, ku jemi tu? Aty pastaj dalim në Oqeanin Indian, Gjibutin e kontrollojnë Amerikanët. Pra, në Gjibuti ka bazë Amerikanët. Po, kurse në anën më tanë janë këta jemenasit që sulmën Izraelin çdo ditë, që janë aleatë Iranit. Huthët. Pra e kontrollon Irani. Dhe me burra që janë përpallë njëri tjetrit. Pak më poshtë, me që jemi aty, se unë kam qenë. Është... Ku më poshtë? Pak më poshtë. Ku e Ledio? Aty ku thot Berbera. Afrohen që i Berber, Ledio. Bezum? Poshtë asaj, Berbera. Porti Berberës. Bezum edhe më shumë. Në Somaliland, kam qenë aty. Tashi, Emiratet aty kanë ndërtuar portin më të madh të gjitha sezonit. Po ku jemi këtu, në ç'vend jemi, ç'a shteti jemi? Tu jemi në Somaliland, pra është Somalia e ndarë në dy pjesë. Edhe Somalia ka ndarë në dy pjesë. Çfarë perle. Edhe aty ka një aeroport, se kam qenë në Berbera, dhe ky porti këtu është ndërtuar nga Emiratet e Bashkuara, nga Port Dubai, domethënë, dhe e kanë ata në kontroll. Dhe tashi këtu bëhet... Hape një të porti të kulla, Ledio, hape me foto. Jo, me foto, se e shtyp Ledio foton atje dhe hapet ajo. Edhe... Hape një foto, Ledio, po munde? Kujtojti kur isha në Somali para 3 vjetësh. Ja, këtu isha. Shtype foton, Ledio. Shtype i kështu që të dalë një foto, bravo. Ja. Dale të shojmë do e, foto do të në ato, e. Ja, ky është. Ku jemi tani këtu? Tu jemi në portin e Berberës. Shumë dreqi. Tu jemi në portin e Berberës, që është, ja. Ike titluin, Ledio, është ndërtuar nga zero, është vënd shumë i varfër, vëndi më i varfër që unë kam parë në botë, po porti është shumë modern. Somaliland quhet. Somaliland. Somalinë e ka ndarë në 2 pjesë. Në ishtë Somalinë italiane që është Somalia që vazhdo... Po tani pse na qove këtuti, se ne ishim... Sepse këtu në Somali, pra është vazhdimi i luftës së detit, Somalinë, shtetin e Somalisë e kontrollojnë Turqit dhe mbështesin Turqit, ka trupa Uganda, ka trupa ta Etiopia e tjerë, kurse Somalilandin e kontrollojnë këta perëndimorët me Emiratet. Me Emiratet. Po, Emiratet kontrollojnë. Pra, të njëjtën logjik të kontrollit të detit kuq e fillojnë nga lart deri poshtë. Ndërkohë, atje ka rol edhe Egjipti, cili do që ta ndaj Sudanin në më shumë pjesë, të marrë një pjesë të Sudanit që ka pasë. Dikur ka qenë gjitha Egjipti, edhe Sudani, edhe kanë qenë nën Britanikët. Qa, perle, pra vazhdojnë. Për parime. Për parime. Për parime, kuptojnë që zihen për parime. Për parime, po. Janë parimor shumë. Që duhet thuet? Po, janë shumë parimor. Qa, perle. Kjo është bota në thelp kërë e mendon. Ja, e nëzori dhe në shumë.
Aty është kretire gjitha dhe aty e vendos depoti. Unë pa të shku për atë kompaninë... E kanë turqit? Jo, këtë kanë Emiratet. A, këtë kanë Emiratet? Unë pa të shku të negocioja për atë kompaninë në Londër për drithërat që i bëja këshilltarin. Edhe, po deti shumë i bukur aty. Njerëzit shumë të varfër, po kështë restoranti peshkut papame. Këtu? Po. Dhe që në të këtu? Po. Dhe problemi është se nga varfëria janë rrugët të mbushura kështu me keca dhe dhi të bardha. Shkretis janë të bardha aty, dhe ata, do më thënë, mishi kecit edhe i dhi së shë ai që hajtë më shumë. Po si nga dajtë varfër, do më? Janë të varfër, kështu janë të pasur me pasuria da, po janë të varfër kështu si njerës. Sigurisht, po kush i le të pasurojnë? Po t'i gjo, këta francezë janë zbitur fana këto mënde, nuk janë gjykundja. Francezët i ke ande nga ana më tanë, se këtes kanë qenë... Edhe ati janë rejtres. Ibrahim Traore i ka përzën nga Burkina Faso. Po pse, ati më duke se janë fut rusët fort apo jo? Po s'janë vetëm rusët, po janë kinezët, janë indianët. Indianët janë të rrezikshëm shumë në Afrikë. Pa parë. Do bëjmë një emision për Afrikën një. Do ta bëjmë një se është një perlë Afrika. Dgjoj, Okulla, o Lediona, ço do një në Sudan ta mbyllim atje ku e nisëm. Që bëhet pra në ku janë Sudane. Ku është Sudani? Si për Eritrea, si ky Sudani, është gjithë ai pjesë. Ajo ta afroj Ledo i ta shoh. Është shef kjo pjesë. Është gjithë kjo pjesa këtu. Po. Perlë. Fita. Port Sudani është në kontrollin e SRF-s dhe të Emirateve të Bashkuara. Pra ti je shef që Port Sudani 1 dhe porti i Berberes 2 janë të kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara. Kjo është dhe arsyeja dhe Ledio këtu mund ta nxjerrë edhe një titull. Kjo është dhe arsyeja parimore pse u arrestuan ata në Istanbul, në Turqi. Ledio, ne sot do të mbyllim me atë që ka qenë dhe Kulla. Me atë njeriu me ngjyrë i lezetshëm shumë, ai që në një farë mënyrë bën sintezën e korrupsionit. Dhe na thot në vërtetë që në fakt nuk e thon njerëzit, po e mendojnë të gjithë, po kanë frikë ta thonë me zë të lartë. Me atë do të mbyllim sot, o Kulla? E parë atë? E ke parë atë? Ma tregove një ditë, po. Të pëlqeu? Interesante. Bukur ishte. Ça perle. Interesante. Është për çmim Nobel. Interesante. Nuk e di kush është ky personazhi këtu, që ja thotë gjë, po. Kulla, të prandë si jeti? Se do se unë mendoj që e keni gabim luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni e ndihmon ekonominë të ecë përpara. Mua më thua, unë po e bëj luftën. Po ti po tamam, pse mos e bëj më burr? Se ti thua gjë, mirë apo? Çdo vend që ka ecë përpara ka pas ekonomi, industri e tjera, ka pas gjithmonë edhe kështu raste korrupsione gjërash. Pra e kupton tani se mua vjen keq për anë në shkret. E kupton se të thash ai duhet të ngrihet rroga ti 10 fishohet. Gjithë të kulla, me qa bëhen më kulla? Gjithë të kullat larta. Me punë. Po, me qa bëhen? Me punë, qa. Po, mos ishe korrupsionit të bëheshin? Vështira, po jo? Se di. Vështira, po. Po di që asë një vend tjetër në Balkan, këtu ku jemi ne, nuk është zhvilluar se sa jemi zhvilluar ne qanë. Pra ndaj dhe kjo do bëjt paqen fiskale, e more vesh? Shumë mirë do bëjt. Ajo është një ide e vjetër që duhet ta bënte Fatosnaro. Që në fakt është një lloj pastrimi parash, por i sikuar i kështu me ombrellën. Jo, është legalizimi i kapitaleve që qarkullojnë. Po pra keshit. A i ke parë si është zhvillu Dubai, e qanë? E kam parë. Po, a i ke parë si është zhvillu Panamaja, si është zhvillu kështu pra? Po se mos vetëm ato. Po që të keqe ka? Po të gjitha vëndet dhe ato vëndet që sot janë, problemi është që mos ndoshta duhet kemi një ekonomi tjetër përveç asaj, apo të kemi vetëm atë, thua ti. Kjo është pyetja. Do të thënë mos ndoshta i kanë të dy ekonomi të tjera, kanë dhe ekonominë. Ne kemi fshinjë shumë xhelos çan, gjithmonë. Mund ta thash pa. Lumë si ne që jemi dy shtete, vëlla. Takojmë nesër. Dëgjoni. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it.